Shënimet e vitit 2024 tregojnë se korrupsioni i zyrtarëve të lartë zhvillohet përmes skemave të sofistikuara dhe faktorë si ndikimi institucional, përfshirja e rrjeteve kriminale dhe pastrimi i parave rrisin gjithashtu nivelin e rrezikut. Rritje ka shënuar gjithashtu edhe numri i procedimeve për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, krahasuar kjo me vitin paraardhës. Kjo rritje është në masën rreth 34%, ndërkohë që krahasuar me vitin 2021, këto procedime janë trefishuar. Gjatë vitit 2024, konstatohen në total 132 hetime të filluara me kallëzime dhe referime nga individ dhe institucione. Siç e theksuava edhe më lart, hetimet e filluara nga kallëzimet e qytetarëve janë dëshmi e rritjes së besimit të publikut tek institucioni i prokurisë së posaçme. Nga ana tjetër, vjen të re rënja e hetimeve të filluara me kallëzime nga Policia e Shtetit nga 65 në vitin 2023 në 30 në vitin 2024. Gjatë periudhës kohore 2021-2024, Prokuria e Posaçme ka regjistruar një numër relativisht të lartë të procedimeve penale të reja, me një trend rritës kryesisht në vitet e fundit. Vetëm gjatë vitit 2024 janë regjistruar 328 procedime penale të reja, duke dëshmuar një rritje me rreth 9.7% krahasuar me vitin paraardhës. Gjatë vitit 2024 janë përfunduar 218 çështje, duke shënuar një rritje me rreth 13% në krahasim me ato të përfunduara gjatë vitit 2023. Këto të dhëna tregojnë përmirësime në efektivitetin e hetimit të prokurisë së posaçme, me një balancim mes hetimeve të hapura dhe atyre të përfunduara, duke synuar një menaxhim më të qëndrueshëm të vëllimit të punës. Gjatë vitit 2024, me asistencën e ekspertëve ndërkombëtar, është finalizuar dhe nxjerrja e udhëzimit të përgjithshëm për masat administrative dhe procedurale për kryen e hetimit financiar dhe pasuror në SPAK. Ky udhëzim përcakton se për vepra penale, të cilat janë nën kompetencën e SPAK, krahas hetimit për veprën penale, nis paralelisht edhe hetimi financiar dhe pasuror. Krahasuar me vitin 2023, vlera totale e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara ka shënuar një rritje në masën 59.7%. Vlera e aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara gjatë vitit 2024, që përllogaritet në vlerën totale prej 65.5 milion euro, kundrejt rreth 41 milion euro në vitin 2023. Prej tyre, vlera e pasurive të sekuestruara është në shumën rreth 28.7 milion euro, ndërkohë që për pasuritë e konfiskuara, kjo vlerë arrin në shumën rreth 36.7 milion euro. Kështu, vlera e pasurive të sekuestruara zë 23.8% të vlerës totale, ndërsa pasuritë e konfiskuara zë rreth 56.2% të vlerës totale. Sa takon masave të sigurimit, SPAK ka aplikuar një politikë penale në përputhje me standardet ndërkombëtare. Numri të paraburgosurve nga SPAK që ndodhen pranë institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale përbën vetëm 9.7% të totalit. Nga 2.791 të paraburgosur në Shqipëri, 270 prej tyre janë në hetim nga SPAK. Ndërkohë, numri të burgosurve që janë dënuar me vuajtje dënimi me burg nga hetimet e SPAK përbën vetëm 9.5% të totalit. Dhe më konkretisht, nga 1.722 të burgosur, 165 persona janë dënuar pas procedimeve të SPAK. Për vitin 2024, në gjykatën e posaçme janë gjykuar 145 çështje me 736 persona të pandehur, nga të cilët rezulton se ka përfunduar gjykimi i themelit për 54 çështje me 292 persona. Për 91 çështje penale themeli me 444 persona të pandehur, vazhdon gjykimi duke mbartur për të gjykuar në vitin 2025. Prokuria e posaçme në ushtrimin e kompetencave të saj merr masa dhe mbikëqyr dhe ekzekutimin e vendimeve penale dhe na rezulton se gjatë vitit 2024 janë ekzekutuar gjithsej 79 vendime penale të formës së prerë me 233 persona, nga të cilët 225 persona kanë marrë fajsi dhe 8 kanë marrë pafajsi. Konkretisht 20 vendime kanë marrë formë prerë në gjykatën e posaçme shkallës parë, 56 vendime kanë marrë formë prerë në gjykatën e posaçme të apelit dhe 3 vendime janë gjykuar edhe në gjykatën e lartë. Prokuria e posaçme ka vijuar
të ndjek me përparësi pilotimin dhe testimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve. Sistemi ka një ndërtim me module dhe ka përfunduar ndërtimi apo zhvillimi i tyre. Aktualisht është bërë e mundur vënia në funksion e këtij sistemi pothuajse në tërësinë e moduleve të tij, ku përfshihet portali, protokolli, zyra e drejtuesit, prokurori, regjistri dhe hetuesi. Brenda vitit 2025 synojmë të përfundojë vënia në funksion edhe moduleve të tjera si raporte dhe statistika, regjistri i ekzekutimit të vendimeve penale dhe regjistri i letëve porosive. Të gjitha këto do të bëjnë të mundur zbatimin e plot të sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve. Në lidhje me uljen e çështjeve të mbartura, ajo është parashikuar me përparësi si pjesë e objektivit 5.1, reduktimi i çështjeve të mbartura të parashikuar në planin strategjik 2024-2027 për prokurorinë e posaçme dhe masat për zbatimin e kësaj strategjie. Rritja e kapaciteteve njerëzore është realizuar në bashkëpunim me ekspertë ndërkombëtar, shkollën e magjistraturës, agjencitë e tjera legjizlatuese si Agjencia e Inteligjencës Financiare, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara e tjera. Prokurorët e posaçëm, hetuesit financiarë si dhe hetuesit e byros kombëtare të hetimit janë trajtuar në vijimësi dhe në vazhdimësi në përdorimin e mjeteve dhe teknikave speciale të hetimit, prova digjitale e tjerë të cilat shërben në specializimin e targetuar të tyre. Bashkëpunimi nga institucionet publike në lidhje me referimet e ardhura prej tyre ka nevojë ende të përmirësohet. Kështu, numri i procedimeve të filluara nga referimet e përcjella prej tyre mbetet i ulët, duke zënë vetëm 15.1% të totalit të referimeve të dërguara pranë SPAK nga të gjitha subjektet publike dhe private. Shtojmë gjithashtu se aktualisht SPAK ka akses të plot dhe të drejt për drejt në 19 baza të dhëna shtetërore, të cilat sigurojnë një hetim efektiv në kohë reale dhe shmangje të rrjedhjes së informacionit. Rëndësi është kushtuar edhe komunikimit me publikun. Në fund të vitit 2024, në bashkëpunim të ngushtë me ekspertë ndërkombëtar, duke ndjekur praktika të aplikuara nga agjencitë ligjzbatuese të ngjashme me SPAK-un, u draftua strategjia e komunikimit 2025-2028, strategji e cila është miratuar në vitin 2025. SPAK ka patur një vëmendje të shtruar ndaj denoncimeve që vijnë nga publiku, duke garantuar që çdo denoncim i paraqitur nga qytetarët të adresohet menjëherë me të njëjtën mënyrë si kundër denoncimeve zyrtare. Po kështu, çdo çështje me ndjeshmëri publike analizohet menjëherë, merr vëmendje në përputhje me dispozita ligjore përkatëse. Gjatë vitit 2024, 128 kërkesa për informacion kanë marrë përgjigje të plot dhe brenda afateve ligjore nga koordinatori për marrëdhënie me mediat pranë SPAK.